e di që ku më hequr me logoped, me pehemi bligji të djathë pësova. Komën e djathë se levishëm, kraun e djathë se levishëm, edhe Pra, komplet pjesa e... me bligji të djathë. Të djathë. Për sa ku zgjati kjo, Margarita? Komën e kom liruar për 5 muaj, me po dorën, shumë punë, po vyke, Ma gjata. që me u fuqizu edhe me përdor dorën si këtë dorë e tjera. Për mua është jashtëzakonshme që të kam ty sot përballë, sinqerisht, edhe po e realizojmë këtë intervistë dhe të faleminderit shumë që më besove që për herë të parë publikisht ti flasësh me mua gjithë këto përjetime, është një privilegj, sinqerisht. Dhe avancimi yt ose progresi yt prej një gjendje prej komës, prej pjesës gjysmë të lëvizshme, pamundësisë për të folur, gjithçka e deshti kohën e vet, por besoj vetëm ti nga brenda dhe ata që të kanë qëndruar afër e dinë më së miri në për çka ke kalu. Te ke pasur proces të gjatë me logopedët, me secilin prej profesionistëve për të ardhur në ditët ku jemi sot. Të kujtohen ato fjalët e para ose progresi yt i parë në të folur, qa fillove të flasësh së pari? Logopedia në Amerikë më pyeste për gjëra të ndryshme, por e vetmja gjë që mundja të thosha ishte A, zanoren A, apo I. Vetëm A dhe I. Kur gjë? 5 gjuhë i kom folë para goditjes në kokë. Asnjë gjuhë s'kom mujt me folë pas goditjes në kokë. Të merë, me po, unë besimin në Zot se kam humbur, edhe besimin në Zot më ka mësuar të jem më e fuqishme. Familja, po ashtu, më kam përkrahur gjithë. Edhe fëmijët e mi më kam përkrahur shumë. Bashkëshorti im më ka përkrahur shumë. Me po, Rodrika ishte Rodrika e cila në atë kohë ishte vetëm 16 vjeçë, më ushqente sepse nuk mundesha të ushqesha vetë. Edhe Rodrikës 23 vjeçare, që tash ti bëhet Rodrika në muajin qershor,